Zëra Shpesna, Mungvan. Xhelal Sfeqla, Fitore Paculli, Sali Zyba e Drita Miloko, të gjithë ish deputet të lëvizjes vetëvendosje, akuzohet se kanë hedhur gaz lotësjellës në seancën e Kuvendit të Kosovës në vitin 2018 dhe kishin pamundsuar mbajtjen e seancës. Këto veprime të akuzuarit i kishin bërë në kohën kur ishte temë e diskutimit demarkacioni me malin e Zi dhe procesi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Secili prej të akuzuarve ngarkohen për veprën penale përdorim i armës apo mjete të rrezikshëm dhe për pengim të personit zyrtar. Zëra Shpesna, Mungvan, dhe Fitore Paculli, Mungvan, e njëjta pesa e organizuar dhe konstatimisht me raport. Pra, nuk e di ma a i ka planu personalisht, apo jo, raporti është, në gjithat të përgjyshe kusht për mbajtjen e seancës e shoqërimit gjyqësor, pasi që i pandehurit, Xhelal Shpesna, përveç e malin zyrtar, i ka informuar gjykatën se vitën e sotme nuk është në Kosovë gjendë pra jashtë vendit. Prandaj seanca sot nuk mbahet.